إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë për madhërisë e tij, për kulemi dhe dorëzohemi. Nga ai faljen ndihëm dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasun rrugën e tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë e respekt për Zotin dhe kryeni obligimet e tij, keni frikë e respekt për Zotin xhaleshanu dhe braktisni ndalesat e tij, e kështu jetoni si musliman deri në vdekje. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Zoti xhaleshanu ka caktuar vende të cilat i don teje mase. Janë disa pjesë të tokës që Zoti xhaleshanuhu ju ka jap një status të veçantë. Dhe janë vende të bekuara, dhe janë vende të cilat Zoti xhaleshanuhu i don teje mase. E ato janë xhamit. Andaj sot do të mundohemi në pika të shkurtra që të flasim për rolin dhe pozitën e xhamis në mesin e xhamatit, në mesin e muslimanëve. Hapi i parë që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam posa arritin në Medinë, pasi që e bëri shpërnguljen nga Mekka në Medinë, hapi i parë ishte se e ndërtoi xhamin. Për shkak se ishte një nevojë imediate. Nga se në të do ta ndërtoi qytetrimin, do ta ndërtoi civilizimin dhe do ta ngri ligjin e Zotit xhaleshanuhu mbi tokë. Andaj të gjitha vendimet kryesore, të cilat i ka marrë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, qofshin ato të aspektit fetar, qofshin ato të aspektit social, qofshin ato të aspektit politik, qofshin ato të aspektit humanitar, e më gjërë, të gjitha këto Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë pikërisht në xhamin e tij. Andaj vëllezër dhe motra besimtar, xhamia nuk është vetëm objekt apo vetëm vend në të se ne falemi në të. Mirë, po xhamia është një shkollë nga e cila ne marrim dituri. Xhamia është një qendër sociale ku ndihmohen të varfrit. Xhamia është rezident politike ku mirën vendime të rëndësishme dhe xhamia është strehimore për të gjithë ata që nuk gjejnë vend se ku të strehohen, dhe ky është pra roli i xhamisë në shoqëri. Është shumë interesante se kur vjen njëri prej beduinëve, e beduinët ishin ata që nuk dishin asgjë rreth islamit, nuk dishin asgjë rreth kulturës, nuk dishin asgjë rreth jetës. Kur erdhin në Medinë dhe hinin në xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u marrur me shokët e tij, ishte duke mësuar apo duke edukuar. Dhe ky beduini ndalet në një kant të xhamisë dhe fillon të urinoj. Nuk ja ka ditë vlerën e xhamisë, i pa informuar. Sahabët, të cilët tashmë vetëm se ishin vetëdijsuar për pozitën e xhamisë, filluan që të sillen ashpër ndaj këtij beduinit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri më një herë dhe tha, lejeni që ta përfundoj urinën. Pastaj merrni një kofë me ujë dhe hudhni aty ku ai e ka bërë urinën. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përmbylli duke u thënë, fa innama bu'ithtum mubashirin wa lam tub'athu mu'assirin wa bu'ithum muyassirin. Thët ju, neve na ka dërguar Zoti xhaleshanu që të jemi përgëzues dhe që të jemi ata që ju lehtësojmë jetën e njerëzve. Nuk jemi ata që ne u komplikojmë dhe u vështirësojmë jetën e njerëzve. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr këtë njeriu, pra shiqojeni sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mëson. Dhe thët, o ti njeri, thët xhamit janë vend falje, janë vende ku përmendet Zoti.
Thët nuk janë xhamit vetë publike që kryhen domethënë nevojat. Andaj ai e ka një veten shumë keq për atë gjë që ka bërë, fal edukatës dhe kujdesit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë atë fjalën e cila ka mbetur shkruar në histori. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ba'dana abada. Thët o Zot, më fal mua dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa këta tjerë mos i fal. Kjo si rezultat i sjelljes së mirë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë njerëz të painformuar, bëri që të lutet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ashpërsia sahabeve bëri që ai ti privoj nga mëshira e Zotit xhaleshanu, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha faqad hajarta alwasi'. Thët e ke ngushtu hapësirën e mëshirës së gjerë të Zotit xhaleshanu. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Zoti xhaleshanu na thot në Kur'an inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Me të vërtet ya'mur i ngrit, i gjallëron, i ndërton xhamit e Zotit xhaleshanu ata që e besojnë Zotin dhe e besojnë ditën e ringjalljes. Andaj, kuptimi i fjalës imaratul masajid, ngritja e xhamive, gjallërimi i tyre i ka dy kuptime. E ka kuptimin fizik, që nënkupton ndërtimi i tyre, që nënkupton investimin në ndërtimin e tyre, që nënkupton mirëmbajtja e xhamive. Çdo gjë që ka të bëjë me ndërtimin e fizik të xhamisë dhe çdo gjë që ka të bëjë me mirëmbajtjen e xhamisë, siç janë për shembull shpenzimet të cilat janë të xhamisë. Zoti xhaleshanu këta njerëz që ndërtojnë xhami dhe që kujdesen për xhami, ka thënë është shej se ata besojnë Zotin dhe besojnë ditën kur do të dalin para Zotit dhe do të shpresojnë, do të presin shpërblim nga Allahu subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i parë. Ndërsa kuptimi i dytë të ndrullazën gjallërimi i xhamive është ngritja e ezanit në to, është falja namazit, është përmendja e Zotit, është mësimet të cilat bëhen në xhami dhe të gjitha aktivitetet të cilat janë pjesë apo është një sër apo një gamë aktiviteteve të cilat bëhen në xhami, qofshin ato adhurime apo qofshin ato aktivitete sociale. Të gjitha këto, pra Zoti xhaleshanu i ka përmendur në fjalën e tij, me të vërtetë xhamit i ndërtojnë, i ngjallin, i ngritin ata që besojnë Allahun dhe besojnë ditën e gjykimit. Xhamia është interesante vëllazën se është vetmja adresë e cila është e dedikuar për Zotin xhaleshanu. Në çdo vend banim që hin, në çdo shtëpi, në çdo institucion e ka një emër, ndërsa i vetmi objekt që është ekskluziv për Zotin është vetëm xhamia dhe askush tjetër. Për këtë arsye xhamit e kanë një epitet, quhen Buyutullah, quhen shtëpitë e Zotit xhaleshanu. Për këtë arsye Allahu te barekualla thot: "O anna al-masajida lillah, fala tad'u ma Allahi ahada." Thot xhamit janë për Zotin dhe mos ju lut dikujt tjetër përveç se Allahut subhanahu wa taala. Xhamit të ndrullazën dhe motra janë unifikuese të xhamatit, të ummetit. Dhe vetëm në xhami ka mundësi që të shfaqet barazia shoqërore. Edhe një herë, xhamit janë unifikuese të xhamatit. A ki pa xhamate të ndryshme i frekuentojnë xhamit? Xhamate të ndryshme të cilat kanë bindje dhe ide të ndryshme, që nuk përputhen shpesh mes vete. Shpesh neve na ndodh në xhamit tonë dhe në xhamit tjerë, për ka muslimanë që s'flasin mes vete, fatkeqësisht, nuk japin selam njëri tjetrit. Mbajnë qëndrime të kundërta me njëri tjetrin. Edhe baki dhe janë të hasmun, mirë po baki falen me një saf. Për shkak se kjo aludon se xhamit janë vendi ku unifikohen të gjithë muslimanët, që jep sinjal që o musliman ju duhet me qenë të unifikuar dhe nuk guxoni me pas ndasira. Andaj kjo ndodh vetëm se në xhami. Gjithashtu xhamit janë simbol i barazisë shoqërore. Shpesh në ndodh vllazën dhe motra. Ka raste kur një njerëz për herë të parë nis marr mu fal, edhe s'din mu fal. Edhe pa kur çfarë hezitimi, për shkak se vetvete natyra e xhamisë është e tillë, vjen edhe falet çdo çka më një herë. Nuk ka protokoll ku mu fal. Dhe kjo s'u ndodh askund tjetër përveç se në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala që janë xhamit e Allahut te barekualla. Për këtë arsye, bisheni ka njerëz të laramishëm, të profesioneve të ndryshme, të pozitave të ndryshme, të etnive të ndryshme. Dhe kjo barazi ndodh vetëm se në xhami, në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se të gjithë synojnë një Zot, të gjithë kanë një kibel, të gjithë kanë një orientim drejt Allahut te barekualla. Ndërsa ndryshe nga sallat sportive, nga teatrot, nga vendet
e ndryshme të cilat janë kolektive. E sheh se ka vende me protokoll, ka vende të rezervuara për elitë, për njerëz të cilët janë më specifik, ndërsa në xhami nuk ka mundësi me pas vende të rezervuara dhe nuk lejohet një gjë e tillë. Pra nuk ka mundësi një dikush me zonë vendi në xhami. Ka përparësi ai i cili shkon i pari. Dhe për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka inkurajuar që të bëjnë gara në safat e parë, pa dallim përkatësie, pa dallim pozite dhe pa dallim çdo përkatësie që e ke. Gjithashtu është interesante vllazën dhe këto kena pa edhe në xhamit vogla, po edhe në xhamit të mëdha, kur imami e aplikon atë fjalë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum wa'tadilu wa tarasu. La tusawwunna sufufakum au la yakhlifanna Allah qulubakum. Imamët zakonisht e thonë një fjalë para se muradhit, sidomos këto keni mësimi pa në qabe. Ku ja ka bo Zoti rës me shku në qabe, ose kush e ka pa në televizion për shembull. Si thët imami, stau, çush janë njerëzit të shkapërderdhur, çush janë njerëzit të orientuar në drejtime të ndryshme, për disa sekonda të gjithë radhiten dhe i bëjnë safat në mënyrë precize. Dhe kjo s'ka mundësi me ndodh askund tjetër përveç se në xhamit e Allahut subhanahu wa taala. Andaj të gjitha këto vllazën dhe motra i japin kuptim shumë interesant xhamive, faltorëve, shtëpive të Zotit xhallashanuhu. Çfarë vlere kanë ata që i frekuentojnë xhamit? Të ndunë vllazën dhe motër, dëgjoni dy hadithet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nur at-tam yawm al-qiyamah. Përgëzoj ata që shkojnë në errësira për të prezantuar në faljen në xhami, përgëzoj me një dritë të madhe në ditën e llogaridhënies. Ata që shkojnë me fal namazin e akşamit yasis dhe të sabaut, që shkojnë për terr dhe shkojnë në xhami, thot përgëzoj se në ditën e gjykimit kanë me pas një dritë të plot. Gjithashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 7 persona që Zoti xhaleshanu do t'i strahojnë në hijen e tij në ditën ku s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut subhanahu wa taala, wa dhakara minha wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Thot personi i cili zemrën e tij e ka të lidhur me xhami. Personi i cili zemrën e tij e ka të lidhur me xhami. Xhamia për të është çka? Xhamia për të është radhë të parë. Tër kapitalin, tër intelektin, tër kapacitetin, çdo gjë, domethënë orienton drejt xhamis. Vllazë dhe motra, është sfidë për ruajtjen dhe ndërtimin e xhamive. Historikisht ka pas zëra të cilat ju ka pengu xhamia. Dhe ne si popull i ndojmë kujtimet e hidhura edhe në vendin ton në Shqipëri se çka ka ndodhur mas viteve gjatë 4 apo gjatë 7. Po edhe në vendin ton, ku një numër i madh i xhamive janë rënuar, janë shndruar në depo, apo e kanë humbur destinacionin në tyre. Dhe kjo ka qenë një fatkeqësi e madhe për popullin ton. Ka qenë fatkeqësi e madhe për popullin ton, që ende na jemi duke përjetuar pasojat e asaj katrahure e cila ka ndodhur në shekullin e kaluar. Shka thot Allahu te barekuhu teala, wa man adhlamu mimman mana masajid Allahi an yudhkara fiha ismu. Thot kush ka më mizor se sa i cili e pengon ngritjen e zërit në xhamit e Allahut subhanahu wa taala. Wa sa'a fi kharabiha, dhe përpiqet që ti dëmtoj, që ti shkatroj dhe që ti tjetërsoj ato. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Njerëzve nuk ju ka hije të hynë në xhami vetëm se të përulur, të përqendruar, të përkushtuar ndaj Zotit xhaleshanuhu. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Këta njerëz që abuzojnë me xhami, le ta dinë se këta do ta kenë një dënim të ashpër në botën tjetër. Të ndrullazën gjithashtu e shfrytëzoj rastin që t'i nxis dhe t'i inkurajoj vëllezërit tanë, të cilët janë në diasporë, që të bëjnë më shumë në ndërtimin dhe në mirëmbajtjen e xhamive. Për shkak se na dim se xhamit përveç rolit të faljes që kanë, andaj xhamit në perëndim fatmirësisht janë duke luajtur rolin më të mirë për ruajtjen e identitetit ton, ruajtjen e gjuhës, ruajtjen e moralit, ruajtjen e fëmijëve ton dhe ruajtjen nga asimilimi që të shndrohemi në njerëz tjetër. Pra xhamit janë vendi më mirë, vendi në të cilin duhet me investu më së shumti për mirëmbajtjen e tyre, me qëllim që të jemi një komunitet i fortë, të jemi një bashkësi e fuqishme dhe që të jemi
një grup njerëzish që më të vërtet do ta kryjmë misionin e duhur të cilën ne e kemi marrë mbi supet tona. Lut Zotin xhallashan që të na bekoj neve, na bekoj në fen tonë, na bekoj në xhamit tona dhe lutim Zotin xhallashan që të jemi gjithmonë ata të cilët përpiqemi që t'i ndërtojmë e t'i mirëmbajmë vendet të cilat janë shtëpitë e Allahut walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Përsëri falënderojmë Allahun te barekuhu teala, dërgojmë salavatën mbi Muhamedit alayhi salatu wasallam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të ndunë vllazën, kjo hutbë është me shkas, për shkak se është një iniciativë e Bashkisë Islame të qytetit tonë që ta nxitim njëri tjetrin për blerjen e një pjesë të një trullit që është në bllokun e ri, në njërë ndër lagjet më të mira të qytetit tonë, në njërë ndër lagjet që ka më së shumti banor, falë Zotit xhallashanuhu, është një parcel e cila është në emrin e Bashkisë Islame, mirë po është e panevojshme, është e pamjaftueshme që t'i kryjnë nevojat e xhamisë. Andaj kemi nevojë që t'i shtojmë një pjesë këtij trulli me vetëm qëllim që të bëhet një xhami funksionale. Andaj sot, me lejen e Zotit xhallashanuhu, inkurajojmë, i thrasim gjithë besimtarët, gjithë qytetarët, gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, që ta japin kontributin sa të kenë mundësi për blerjen e trullit i cili është ngjit me këtë parcel me vetmin qëllim që ta bëjmë një objekt funksional. Andaj ju kujtoj me disa hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Men bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, ben Allahu lahu bejten fil janna." Kush ndërton një xhami që synon me ndërtimin e saj të arrijë kënaqësinë e Zotit, Zoti do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Zoti do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Pastaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: kush ndërton një xhami, qoftë sa foleja e vogël e një shpezit, qoftë sa një fole e vogël, ose dietarët kanë thënë vendin ku shpendi e bën vonë e tij, që është vend shumë i vogël. Pra kush ndërton një xhami, apo kush është pjesëmarrës në ndërtimin e xhamisë, qofsa kjo hapësirë, atëherë Zoti xhallashanuhu do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Dëgjoni se çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Inna mimma yalhaqu al-mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Thot ato që besimtarin do ta përcjellin pas vdekjes së tij, ato që besimtarin do ta përcjellin pas vdekjes së tij janë: ilmun amilahu wa nashara, thot është dituri që e ka mësuar dhe e ka përhap. Aw waladan salihan taraka, ose nëse e kalon një vëllai të mirë. Aw mushafan waratha, ose ja ka mësuar dikujt mësimin e Kuranit. Aw masjidan banahu, ose ka ndërtuar një xhami dhe njerëzit falen në të. Ose ka bërë një shtëpi apo një vend banim që njerëzit strehohen, ose ka rregulluar ndonjë lum, ose ka bërë diçka që është në profitin e komunitetit. Andaj, vëllezër dhe motra, ajo pasuni që ne investojmë në ndërtimin e xhamive dhe në mirëmbajtjen e tyre, është pasuni që ne realisht nuk do ta humbim, mirë po do ta marrim me vete edhe në botën tjetër, dhe kjo pasuni dhe ky investim që ne e bëjmë do të na zbardh fytyrën ne kur do të dalim para Zotit xhallashanuhu. Mjafton hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush ndërton një xhami për hapën e Zotit, apo kush është pjesëmarrës në ndërtimin e xhamisë për hapën e Zotit, Zoti do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. E shtëpia e xhenetit është përtej asaj e cila është e imagjinueshme, përtej imagjinatës njerëzore. Zoti na dhash pasuni, na dhash bereqet në pasuninë tonë. Zoti na ruajt fen tonë. Gjithmonë ka pasur zëra të cilët kanë qenë kundër xhamive, kanë qenë kundër fesë. Mirë po ne jemi duke pa dita ditën se ata janë zëra shumë të shurdhër. Edhe pse ndoshta jehona atyre është shumë e madhe, mirë po efekti i tyre është shumë i vogël. Ndërsa ka pas gjithmonë njerëz që kanë qëndruar heroik, që kanë ndruar stoik dhe që me pasuninë e tyre, me autoritetin e tyre, i kanë dalë ballë gjithmonë dhe kanë ngritur fjalën e Zotit,
ka ndërtuar xhami dhe me lejen e Zotit xhaleshanu Zoti do t'i shpërblejë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. E lut Zotin edhe një herë që Zoti na beqatoj, na ruaj fen ton, na ruaj dinin ton, të ruaj xhamit tona, e që xhamit tona vërtet të bën strahimore të imanit, të besimit, të përmendjes së Zotit, të diturisë dhe të gjitha aktiviteteve të cilat janë të nevojshme për shoqërinë tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة